Një i moshuar është gjetur i pajet në banesën e tij në fshatin Bullgarisë të Korçës. Gëzim Vija, 78 vjeçar, është gjetur paraditën e kësaj të mërkure, pa shenja jeta nga fëmijët e tij. Jashtë kamerave, këta të fundit thonë se kanë parë dritarin e banesës të moshuarit që ishte thyer dhe kanë hyrë menjëherë brenda saj, ku kanë gjetur këtë të fundit të vdekur. Një dhe ishte shumë burimile. Shumë burimile. Në lagje kishim për çdo gjë, benja shatën e kalit një e benja, ma bën të buri shumë njëri i mirë. Kalit një shatën që punoj, ta shi pension. Më parë rregullon të makina, goma, kështu, po ishte shumë njëri i mirë. Jo, fare. Ne u abitëm për zotin. Po ne flinë ca pleq, edhe nuk ri këtu, ri në matana nde. Edhe nuk të gjuam gjë. Jo, mua që më ju në banjët, penxerit, po morën gjerat. Po, më vëdhën mua, shumë për zotin, shumë. E të vitin, po mos e vrisni, se gjuna. Meri, tëra shpillit ha merte, po pse e vravi, qeni ishte. Menjëherë është lajmëruar policia e Korçës, të cilët kanë bërë të mundur kqyrjen e trupit të ndjerit, ku nga ekspertiza paraprake duken shenja dhune, nga të cilat mendohet të ketë ardhur vdekja e 78 vjeçarit. Policia e Korçës po heton pistën e grabitjes për shkak të dëmtimit të dritares dhe mungesës së një shume parash dhe orendish në banesë. Trupi i tij është dërguar në morg, ndërsa policia po kqyr kamerat përreth lagjes për të mbledhur të gjitha provat e mundshme.